petullat e shtrira në tigan ose pancakes, thoni si të doni. Unë tregova para 2-3 ditësh versionin me të kripur, se si e bëra, edhe tani po u tregoj me të embël. Pancakes është e thjeshtë për brumin, miell do, pak sheqer, një vanilje, edhe zëmë me qumësht edhe një vezë. Unë nuk i hedh ujë, mund ta bëni dhe me ujë, nuk ka problem, po me qumësht dalin më të shkrifta dhe më të mira pancakes, këto petullat. I vendos në tigan, edhe piqen. Edhe tani po u tregoj që i bëra me çokoladë dhe me biskotë, mund t'i bëni me çfarë të doni juve, të embla, mund t'i hini edhe fruta, banane, do me thënë në moll, çfarë do që t'u pëlqej juve. Unë me që djalit i pëlqejnë këto biskotat edhe thjesht çokoladë, edhe i hodha këto të dyja. Dolën mos e pyesni o njerëz. Shumë të shijshme dolën. Unë kuptohet që do t'i shoqëroj edhe me një kafe, se çfarë të bëjmë tani? Kafja do shoqëruar gjithmonë me një ëmbëlsirë, tani do me një ëmbëlsirë të vogël. Unë e kisha një çik të madhe, po s'u bë gjë tani, hajde nejse. Kështu që thani. Ciao ciao.